jam brezi Kokodachit. Di Kokodachin? Jo për zot. Çfarë janë Kokodaçi? Kokodachi ishte një gjë që bënin gjyshet ose mamat në atë kohë, merrnin pak vaj, pak djath, edhe buk, edhe bëj kështu si tule ajo dhe e bënin si në formë topi, si në formë veze. Edhe si qoftë të shtëpia do. Edhe të thoshin është Kokodach. E ke parasysh çata haj. Çata haj. Jo se tani buk me vaj me djath kemi ngrënë gjithë, po jo ta bënim në formë. Jo, ta bënin kështu domethënë që të dukej interesante për ty. Si punë e këtyre kinës, domethënë që kur e hapësh një surprizë më vete. Domethënë kjo kur e hapje ti s'kishte asgjë brum kishte aty, po ishte një gjë kështu, ose kanë qenë ca ushqime të tjera. Kjo buka me vaj me krip për shembull, edhe. Po ja, për shembull ti e kujton. Shkulje hudra nga oborri i gjyshit, kanë qenë shumë të bukura. Ti e kujton, kurse këto çokoladat, këto vezet kështu ne nuk është se kujtojmë sa herë që po se kujtojmë ne çokolada parë që provuam ne tamam, domethënë që na dukej tamam ishte një çokoladë Hilal, e ke parasysh që kush e di se ku prodhoi ajo në ndonjë skut të Turqisë në atë kohë, mbushën të gjithë, domethënë. Le ta testojmë. Po le ta testojmë te fëmijët shqiptar. Ti ke kaluar ca vite në komunizëm apo jo? Un po kam qenë 11 vjeç, domethënë në thënjishin kur ndryshuan sistemet. Edhe domethënë i mban mend mirë ato. Po shikoj nuk ke nevojë të mbash mend diçka që është akoma e tashme. Shi. Ose e trisht. Ishte shumë e trisht kjo. Pse ju mendoni që ka ndryshuar sistemi? Po ne nuk e dim se kemi jetuar, se kuptojmë ndryshimin. Me fjalë po. Un kam jetuar shumë pak. Me vite po, me vepra mbetet për tu parë. Un kam jetuar shumë pak, por kam jetuar mjaftësueshëm dhe kam arritur në moshën dhe kam deri diku bër kërkimet e mia. Që të kuptojmë që neve nuk kemi ndryshuar asnjë gjë në këtë drejtim, domethënë. Ore se shumë shpejt. Merrti shumë për të qeshur tani. Po shumë serioze situata. Shumë shpejt u futëm në thella, po mirë që u futëm. Do doja që ta specifikoj Ogend kur thon kam jetuar shumë pak në komunizëm, sepse duket sikur ka ardhur nga një kohë tjetër. Edhe kjo mund të ndodhi. Si kjo puna, ke dëgjuar për teorinë e rimishërimit? Po. Po. Ka shumë njerëz që e besojnë për shkakun. Rimishërimin. Kanë qenë elefant dikur për shkak. Tani shkenca ka provuar sipas studimeve, se unë duhet të them gjithmonë sipas studimeve në rastin që janë studime të lexuara, ka vërtetuar transmetimin e genit nga brezi në brez. Dhe geni transporton informacion përveç anës po themi molekulare të vetit. Pra, në momentin që ne kemi një fëmijë, i cili është 50% genetikisht nga joma dhe 50% genetikisht nga jadi, se kështu janë gjithë fëmijët, 50 me 50 janë nga ana e kodit gjenetik. Në momentin që ky gen transmetohet në një jetë tjetër, në një farë mënyrë geni rimishërohet. Pra ajo misticizmi po themi apo nga ana e fetare e rimishërimit, në realitet shkenca sot po e provon që është e vërtetë. Ka shumë gjëra që neve i kemi dëgjuar dhe i kemi si mistike dhe si legjenda. Po kanë një shpjegim shkencor. Sot po marrin shpjegime shkencore, sepse shkenca po përparon dhe po vërteton që gjëra të tilla ndodhin. Pra, kur e mendon holl, rimishërimi nuk është dhe aq i pamundur, sepse në një farë mënyrë rimishërohet. Geni rimishërohet, kalon nga një trup tjetër, nga një brez tjetër. Interesante. Po më bëri përshtypje që the vazhdojmë të jemi në atë kohë akoma. Çfarë do të thënë? Po sepse shikoj mentalitetin e gjërave që ndodhin, sistemi që është ndërtuar, që ishte një sistem që u trashëgua dhe më duket sot për shkakun e kuptoj që ky është një sistem, sistemi në cilin po jo vetëm Shqipëria, ndoshta edhe vendet e tjera të Evropës lindore, në një farë mënyrë vazhdojnë të udhëhiqen po prapë nga trashëgimtarët e të njëjtit sistem. Pra ato teoritë konspirative që dikur u bë një marrëveshje që do e bëjmë kështu, do e bëjmë ashtu, këto nuk janë më teori konspirative, sepse ekzistojnë dhe dokumentacioni për këtë gjë. Pra edhe këtu kemi prapë të bëjmë me rimishërim. Po përveç kësaj. Po vetëm se janë rimishëruar njerëzit e gabuar, më vjen keq. Duhet ta kishte ndalur dorën pak zotin sa gjë. Po përveç kësaj. Shiko, ata mund të jenë të njëjtët ose fëmijët e tyre, ë? Po, jo, ata janë më keq, janë më të sofistikuar. Okay. Domethënë, lufta është po njësoj, shkakton po njësoj viktima. Dikur ishin më agresive, më tribale, bëheshin me shpata. Sot bëhen nëpërmjet armëve kimike, viruseve. Domethënë këtyre elementeve po themi të modernizmit, që ndoshta janë edhe më vrastare dhe më po janë më të buta, të vrasin me buzëqesh. I beson për shembull këtë teoritë që po kthehemi te Covid-19. Po. Që ne na erdhi ky virusi
përmes shpërndarjes nga ajri, teori të ndryshme që e beson? Me sa di unë ajo tashmë është pothuajse e pranuar si fakt që ai ka qenë është prodhuar në një laborator në Wuhan, në Kin. Pra nuk është se erdhi nga natyra, diku nga një lakuriç natë në një shpellë. Jo. Pra ka qenë i prodhuar. Okej, po shpërndarja po them. Ata madje duhet ta dëshpërblejnë atë lakuriçin të cilin e akuzuan pa të drejtë. I gjori. Për Sipas ligjeve në fuqi për dëmtimin e imazhit. Ai shkën një xhala kuriç ti do dhe ta degeneron si figurë. Nuk e di se si e ka përballuar emocionalisht i gjori. Se di, domethënë, po me siguri e kanë rekrutuar, është në Kanada, i kanë bërë aty shiring. O Gent, kam përshtypjen që do të dëmshpërblejnë miun tani. Të gjithë kafshët. Do vi një moment se kafsha më e egër në botë faktikisht jemi neve, qenit njerëzore. Se jemi edhe më inteligjentët deri diku. Po, më fal. Është si puna e asaj fotos, një peshkaqen dhe një njeri thellë në det, dhe thoshte kush është dreka? Jo, thoshte që kjo është një kafshë e egër që shkatron vret bën dhe aty po noton paqësisht një peshkaqen. Jo, është e vërtet. Po lexoja sot në fakt disa njerëz që kërkonin që kishte një ndryshim, eksperimentet mos bëheshin më tek kafjet për shembull. Po të bëheshin ke njerëzit. Po të bëheshin tek njerëz. Jo se nuk janë bërë, thjesht nuk i kanë thënë. Jo, po tek njerëz për shembull, po themi në këtë rast për dhunuesit, pedofilat. Po. Njerëz që nuk din të thonë jo. Ti do ishe dakord apo jo? E pse të mos thjeshtësisht ti ekzekutojnë për shembull këta që ti përmende? Po pse duhet të eksperimentojnë? Se nuk dua të dalë me deklarata të tilla se Jo, shiko, un jam prind mbi të gjitha. Domethënë edhe kur vete puna tek ajo kategori që ti përmende, un jam shumë kategorik, domethënë. Është vetëm moment që un jam i pamëshirshëm, si thosh, në përgjithësi mundohem të frenohem gjithmonë, por në atë pikë jam i ndjeshëm. Nuk e pranoj dot, domethënë, një kategori të tillë shoqërisë njerëzore, edhe pse kjo ka ekzistuar ndër shekuj. Ndoshta që me krijimin e njerëzimit, po është shumë disgusting, do të thonë, është e pështirë. E vërtet është. Dhe besoj nuk ka nevojë të jesh prind për të mbajtur të njëjtin shëndrim. Mjafton të jesh njeri, të jesh një qenie njerëzore dhe të kuptosh që liria jote mbaron aty ku fillon liria e tjetrit, respekti i moshave edhe të konsideruarit, po themi që ti nuk mund të merresh kurrë me një fëmijë. Nëse ka një qenie më të pafajshme në botë janë fëmijët. Absolutisht. Ta besoj plotësisht këtë, duke i referuar dhe faktit që e nisë duke përshëndetur ata që ndrojnë Pelena në këtë kohë. Megjithatë dua të edhe një herë i përshëndesim ata që ndrojnë Pelena. Zjatsa ndrimi të Peleni 2 procesi Pelenave, i ndrimit Pelenave zjatsa me thënë drejtën. Shiko se dua të ngacmoj pak te kjo pjesa e sistemit që vjon. Po shiko, thash që ata mund të jenë të njëjtët ose fëmijët e tyre në rastin tjetër, ama thonjza se jo domosdoshmërisht janë fëmijët e tyre, po janë fëmijët ideologjik po në bindje, jo biologjik domosdoshmërisht. Ama sistemin ata e ndryshuan sistemin për të përfituar vet, nuk e diskutoj. Ama po përfitojmë edhe ne, po përfiton ti se ti mund të lëvizësh lirë, apo jo mund të shkosh ti jetosh në Kanada. Shiko, të bëhesh i famshëm. Nuk është merit e tyre as pak. Kjo është merit e lëvizjes mënyrës se si evolon gjithë bota. Nuk besoj që është merit. Tek e fundit shiko ligjet edhe këto kodet të cilat respektohen sot i krijuan vetë njerëzit. Dikur nuk ka pasur kufi të tillë. Ka pasur fise. Domethënë teoria e kombeve ka qenë ndryshe, nuk është si sot. Është e vonë teoria e kombeve. Dhe njerëzit prapë migronin lirisht. Dikush pushtonte, dikush pushtoi, dikush pranonte në paqësisht, po themi si kemi pranuar me slavët, llafi që bie. Thonë që u dyndën në trojet tona në ato shekuj që u dyndën. I pranuam, urdhoni rezultatin. 4 luftra ballkanike. Shikoj, njeriu duhet të kuptoj mirë dhe duhet ta masi mirë kë fut në shtëpi. Ti mund të kesh shumë njerëz, po varet kë fut në shtëpi. Njerëzit që fut në shtëpi duhet t'i shikosh mirë para se t'i fusësh në shtëpi. Ne për atë mikpritje mbahemi. Po e mikpritja na ka marrë qaf. Po për një gjë tjetër që është shprehurit e lirë që sot e kemi. Po ne jemi natyra që flasim lirshëm, paktën unë besoj edhe ti sigurisht. Po mua pse më bësh? Edhe po prit. Po jo, prit se është një gjë tjetër, se e di Egon. Se s'doja të fus. Opa, 2 meshkuj tani violën. Se s'doja që të fus janë burg bashkë me ne që penalizohemi nga të folurit lirshëm, oj Viola për ty mendova. Se ngacmon njëri Viola. Për të mirën tënde mendova. Ta din ata nga është Viola se ngacmon njëri. Po edhe shpendi që e kishim edhe sa të tjerë. Do ishim burg me këtë kokë që kemi. Po shiko. Mund të ishte kjo që thua ti. Po kujt i ka ardhur keq nga burgu herë? Pra.
Po më çfarë flet burgu është shkollë e lartë. Ka vësi një shprehje me këto që përfundojnë burgun një herë që ku isha në universitet. E quajnë edhe si një universiteti, pavarësisht se diplomat janë ndryshe. Po flisnim për këtë pjesën e lirisë. Ne mendojmë se jemi më të lirë për të shprehur, por tek e fundit ti sot jeton midis një burgu shumë më të madh. Sepse sot burgu më i madh është burgu mendor. Po ta vësh re vetë izolimi i individit, sidomos në vitet e fundit, ka ndodhur në një mënyrë të merrsisht të shpejtë dhe është tragjike ajo që ne shohim. Domethënë duke qenë edhe një çik pjesë e fushës së terapisë nëpërmjet arteve, e shoh, domethënë e shikojmë edhe tek klientët që kemi edhe tek brezat që po rriten me një lloj vetmbyllje, në një kohë që duhet ishte e kundërta. Në qoftë se atëherë ty të mungonte liria e fjalës, por ti e kishe mendimin, sot është shpërhapur liria e fjalës, por ke mendime të sekta. Okej. Sot fëmijët e tu po edukohen nga Reelsa, Instagrami dhe TikToku. Pra nuk është se po marrin, domethënë sot të del që domatja të bën mirë për shkrirjen e dhjamit dhe jo avogadoja, pastaj del avogadoja që i bën mirë trurit, po si bën mirë veshkës, se për veshkën bën mirë të hash domaten dhe jo avokado. E kuptoni domosdoshmë sa tragjike është? Në vend që të konsultohesh me një doktor, njerëzit kanë filluar të marrin leksione nga Reelsat. Po të kishim shëndetësi falas, shkonim te doktori, nuk shumë. Po shëndetësi falas, nuk është çështja e shëndetësia falas. Jo, do të shëndetësia falas është, po ai përmbush kriteret për do dalin doktorët jashtë loje, do përfundojnë gjithë te psikiatri. Siç përfundojnë. Një temë tjetër kjo për të diskutuar, se në Shqipëri më ka bërë shumë përshtypje kjo pjesë. Domethënë që njerëzit shkojnë fillim te psikiatri, pastaj te psikologu, pastaj ke terapia. Në fakt është e kundërta. Nuk e di domethënë pse ndodh kështu. E marrin dozën e fortë në fillim, domethënë. Marrin, ndërkohë që të gjithë e dimë që psikiatri është mjek, ndërkohë që psikologu nuk është mjek, është ndihmues, nuk është shërues. Siç është dhe psikoterapisti, siç janë edhe shumë fusha të tjera, domethënë të këtu e kam parë, po nesër kaluam nga një temë tjetër. Jo, si janë, shikoj janë gjitha tema. Po flisim për burgun mendor. Burgu mendor është më i rrezikshëm. Mendja jote është më e rrezikshme se të gjitha mendjet të bëra bashkë. Nëse në një moment mendja jote fillon të punon keq, ti ke një problem shumë të madh. Shpeshherë neve i fusim vetes pa dashur, nuk dim as të balancojmë energjitë. Po t'i vësh re njerëzit vuajnë në përgjithësi dhe se kuptojmë se vuajnë, por vuajnë sepse energjitë e tyre negative i pushtojnë. Domethënë, bisedoja me ca miq para kohësh edhe flisnim për këtë çështje që e ketim, thoshin mua këtë që kur vjen dikush afër, ka një energji të keqe dhe kështu. Thashun po e kam edhe. Tha po ç'a bën ti? Largohem. Si largohesh? Po largohem valla, për ç'a ti rri afër? Një energji të keqe, negative. Ose mbase nuk ka një energji të keqe, por thjesht një që të vjedh energjinë tënde. Po thjesht ose të vjedh, po ai është pastaj është një vampirizmi, po themi se është edhe gjithmonë kjo loja e energjive, dikush do të dominojë më shumë, dikush më pak, e kanë natyra njerëzore. Po gjëja më e mirë është largohu nga e keqja, largohu nga një gjë që të bën të ndihesh keq, nuk e nevojë të rish, gjej një format tjetër. Më thoshte një ditë flisja me bashortën, më thot mua që po dilta lëviz në çik ndonjëherë krahasysh. Jo se rimbyllur në shtëpi, po. Dhe vëre kam ato momente mia unë që dua të rrim atë ambientin tim, shpellën time në një farë mënyrë thonjza. Edhe i thash po pse, i thash më mirë rri 3 orë, merre me pemët në obor, me barin me këto, se sa të shpenzoj gjysmë ore me një njerëz që s'më thot asgjë. Se nuk kemi dhe mosh, nuk na mban më që të durojmë, e thua jo, dua relax, dua qetësi, dua energjinë e mirë, nuk e dua energjinë negative. Kur e kuptove këtë ti kënd? Pra, që koha jote është aq e çmuar, koha jote, imja, e gonit, e gjithëve ne, është aq e çmuar sa ne s'mund ta çojmë dëm në gjëra që s'na shërbejnë, në njerëz që s'na shërbejnë, në biseda që na vjedhin energjinë.